Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku i epurdhër, hiqni dorë urgjent, këto ushqime po ju dëmtojnë veshkat. Veshkat luajnë një rol thelbësor në detoksifikimin e trupit. Veshkat janë gjatë gjithë kohës në punë, madje ato luajnë një rol të rëndësishëm edhe në tensionin e gjakut. Cilësia e regjimit ushqimor gjithashtu ndikon fort në punën e veshkave. Disa ushqime janë tepër të dëmshme për veshkat, madje nxisin edhe shumë sëmundje. Në këtë video ju do të mësoni për ushqime të cilat shkaktojnë një barrë të rëndë për veshkat. Mishi i kuq. Mishi i kuq përmban njëkohësisht shumë proteina të cilat janë tepër të dobishme për muskujt, por sfiduese për veshkat. Mishi i kuq është gjithashtu i pasur në yndyra të ngopura. Ne ju këshillojmë se veshkat kanë nevojë për pak yndyra, por një sasi e lartë prej tyre dëmton veshkat dhe njëkohësisht rrit masën e mbetjeve acidike në trup. Alkooli është një toksinë e cila duhet filtruar nga veshkat. Nëse ju e teproni me alkoolin, funksioni i veshkave tuaja do të ndryshojë dhe ato nuk do të jenë në gjendje që të filtrojnë mirë gjakun. Alkooli e dehidraton organizmin tuaj dhe njëkohësisht nga ana tjetër, veshkat funksionojnë më mirë në një organizëm i cili është i hidratuar. Kripa. Sasitë e tepërta të kripës i detyrojnë veshkat që të ruajnë më shumë depozita të ujit për tretjen e saj. Kjo gjë gjithashtu nxit rritjen e tensionit të gjakut dhe nga ana tjetër dëmton aftësitë filtruese të veshkave. Për të përmirësuar këtë aftësi, ekspertët rekomandojnë që ju të konsumoni më shumë ushqime të pasura me kalium. Kafeina. Kafeina përshpejton qarkullimin e gjakut dhe njëkohësisht rrit tensionin e tij. Ajo ndikon edhe në aftësinë e veshkave për përthithjen e ujit dhe nxit dehidratimin. Ekspertët rekomandojnë pirjen e 2 deri në 3 pijeve me kafeinë në ditë. Pijet energjike dhe njëkohësisht të gazuara. Këto lëngje nuk kanë as edhe një vlerë shëndetësore. Ato janë të pasura me kafeinë, sheqerna dhe njëkohësisht ngjyrues tepër të rrezikshëm. Nivelet e larta të sheqerit në gjak dëmtojnë veshkat dhe aftësinë e tyre filtruese. Ëmbëlsuesit artificial. Këto substanca të cilat gjenden tek pijet e gazuara që trumbetohen sikur kanë pak kalori, janë të dëmshme për veshkat. Pirja e 2 prej tyre në ditë do të dëmtojë eventualisht funksionin e veshkave. Produktet e bulmetit. Këto produkte janë të pasura me kalcium dhe me proteinë, por nuk duhet ta teproni me konsumin e tyre. Kalciumi i tepërt mund të nxjisë formimin e gurëve në veshka. Barra e rëndë e punës së veshkave mund të çojë mbetjet në organizëm në nivele mjaft të rrezikshme. Ushqimet jo organike. Ushqimet jo organike, të cilat janë njëkohësisht të pasura me pesticide, nxisin shfaqjen e sëmundjeve kronike të veshkave. Nivelet e larta të pesticideve në trup shkaktojnë njëkohësisht një dëm të lartë të oksiduesve të veshkave. Shëndeti i veshkave nuk kërkon sakrifica të mëdha. Ju mund të mos hiqni dorë nga kafeja e mëngjesit ose bifteku në drekë. Shijojeni edhe djathin her pas here, por mundohuni që të hani sa më shumë fruta dhe perime të stinës të cilat janë organike dhe pa pesticide dhe thuajini lam të mirë pijeve të gazuara. Veshkat janë mjaft të rëndësishme për nxjerrjen e toksinave dhe helmeve ushqimore jashtë organizmit. Procesi i pastrimit të organizmit është njëkohësisht mjaft kompleks dhe ka zanafillën pikërisht tek veshkat. Përmirësimi i funksioneve të veshkave ka një rol vendimtar edhe për sa i përket shëndetit të gjithë organizmit. Problemi është se fal veseve të këqija,
Veshkat vuajnë dhe nuk punojnë ashtu siç duhet, duke ndikuar negativisht në cilësinë e jetës. Ju këtu do të mësoni një recetë ideale me qep, e cila do t'ju vijë juve në ndihmë për të trajtuar problemet e veshkave. Këtu ju do të mësoni se si të përdorni qepën. Qepa është e pasur me vitamina dhe njëkohësisht me minerale, të cilat e mbështesin dhe e mbrojnë organizmin në shumë dimensione. Qepa ka efekt pastrues, shërben edhe si antibiotik dhe ka ndikim diuretik. Të treja këto vlera prekin drejt për drejt shëndetin e veshkës. Përbërësit e qepës krijojnë një mburojë në veshka dhe njëkohësisht e mbrojnë atë nga radikalet e lira. Alicina, një nga përbërësit më kryesor të qepës, i jep asaj rolin e një pastrueseje efikase për veshkat. Vitamina dhe mineralet të cilat gjenden tek veshkat ekuilibrojnë sasinë e lëngjeve në trup dhe njëkohësisht të elektroliteve. Qepa nga ana tjetër përmban edhe vitamina A, B, C dhe E. Ajo është e pasur me minerale si kalciumi, kaliumi dhe njëkohësisht magnezi, sulfuri, fosfori, jodi dhe bakri. Qepa gjithashtu përmban edhe fibër e cila është e nevojshme për sistemin tuaj tretës. Si të përgatisni recetën e qepës? Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 litra ujë, 2 qep mesatare, 3 tufa majdanoz, lëngu i 3 limonëve. Përgatitja: ngroheni ujin në një tenxhere, qërojeni qepën dhe më pas prijeni në copa të vogla. Hidheni ujin e ngrohtë në një kavanoz të madh dhe më pas hidheni qepët, shtoni majdanozin dhe lëngun e limonit. Pas 2 orësh shkullojeni lëngun. Lëngu duhet konsumuar në doza të barabarta gjatë ditës. Idealja është që të pihet nga një lugë gjelle 5 apo 6 herë gjatë ditës. Efekti diuretik është me të vërtetë i fuqishëm, ndaj kjo kur mund të përdoret 3 herë në javë dhe në varësi të detoksifikimit që kërkon ky organ. Rekomandohet që gjatë kurës ju të shmangni yndyrat e ngopura dhe njëkohësisht sheqerin, të cilat njëkohësisht rrisin nivelin e toksinave në organizëm. Hani sa më shumë perime dhe fruta me përmbajtje të lartë të ujit. Rekomandohet gjithashtu edhe konsumimi i bishtajoreve, i kërpudhave dhe njëkohësisht i peshkut. Këtë recetë ju mund ta vazhdoni për të paktën 4 javë. Kujdes, kjo recetë mund të shkaktojë reagime të padëshiruara tek njerëzit të cilët vuajnë nga refluksi acidik ose irritimi gastrik. Ajo nuk rekomandohet për njerëzit të cilët janë të prekur nga tensioni i ulët sepse e ul edhe më shumë. Njerëzit të cilët vuajnë nga hipoglicemia nuk duhet ta përdorin këtë recetë sepse ndikon gjithashtu në uljen e nivelit të sheqerit në gjak. Gjithmonë keni kujdes me kripën, pasi ushqimet e kripura rrisin tensionin e gjakut dhe shkaktojnë një dëm të madh në veshka. Ekspertët këshillojnë njëkohësisht kufizimin e përdorimit të kripës në ushqime dhe ngrënien e sa më shumë frutave dhe perimeve. Ndërkohë, keni parasysh që të pini sa më shumë ujë. Ekspertët këshillojnë ujë jo vetëm sa herë që keni etje, por minimalisht të paktën 8 gota me ujë në ditë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.